sindikatës minatorëve, të dashur drejtues dhe sindikalist të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë. Është një nder i veçantë t'u përshëndes ju sot në këtë konferencë dhe të shpreh bindjen se sindikata e pavarur e Bashkuar e Pavarur e Shqipërisë, sikundër në të shkuarën, që qëndrojnë në krye të përpjekjeve të shqiptarëve për liri dhe demokraci, do të qëndrojnë në krye të përpjekjeve të shqiptarëve për t'u nda nga kjo e keqe e madhe që ka pllakosur Shqipërinë. Nga ky regjim i cili riktheu në Shqipëri burgosjet politike, persekutimin politik. Nga ky regjim i cili në vitin elektoral vendos të arrestoj liderët e 3 partive kryesore opozitare dhe në sfundi mram në mënyrën më brutale, më staliniste, arreston kryetarin e një partie tradicionale të ballit kombëtar në lokalin e tij, vetëm se u kërkoi, i pyeti çfarë doni, pse keni ardhur. Një bande me uniformë. Nga ky regjim i cili nuk njeh ligj, nuk njeh kushtetut, nuk njeh norm as moral, kur vjen puna për të grabitur, plaçkitur pasuritë e shqiptarëve, buxhetin dhe për të zhytur ata gjithnjë e më thellë në mjerim. Të dashur miq, unë jam sot këtu për të firmosur para jush kontratën me ju, të përfaqësuar nga Zoti Gzim Kalaja. Për të garantuar ju se ajo kontratë do zbatohet nen për nen dhe pik për pik. Madje do zbatohet